Mbrëmjen e djeshme, teatri Andon Zako Çajupi në Korçë mirëpriti shfaqjen Trontice Engjëjt, një monodram me autor Odise Plakun, e cila solli në skenë një histori të dhimbshme, të ndërtuar mbi realitetin e nënave, që ende kërkojnë fëmijët e tyre të zhdukur gjatë gjenocidit serb në Kosovë. Aktoria Vefi Redhi interpretoi me emocion të thellë rolin e nënës, duke prekur zemrat e publikut. Pas shfaqjes, Redhi u shpreh se ky është një ndër rolet më të ndjera që ka realizuar ndonjëherë dhe një përgjegjësi e madhe për të folur në emër të shumë grave që vuajnë në heshtje. Unë kam emocione pas çdo lloj shfaqje, në Korçë pak në mënyrë më të veçantë, me që është era e parë që unë paraqitem si aktore teatri që të më shikojnë korçarët. Faleminderit shumë që erdhët, faleminderit pritjes së bukur. Është shumë e kohës, shumë reale, sepse është, po të bëjmë paralelizmin me fëmijët e Gazës, dhe njëkohësisht është një mesazh i fuqishëm që i thur hymn nënës, përpjekjeve të nënës, dhe me këto përpjekje të rrahjes së zemrës së një nëne duhet të rrahi gjithë shoqëria kur ka të bëjë me fatin e fëmijëve që janë e ardhmja. Autori i veprës Odise Plaku theksoi se Engjëjt është një thirrje për kujtesë kolektive dhe për të mos harruar kurrë të vërtetën, ndërkohë regjizori Naser Shatrolli falenderoi publikun korçar për pritjen e ngrohtë dhe tha se qëllimi i këtij projekti është që të zgjojë ndërgjegjen njerëzore përmes artit. Kjo vepër është pikërisht një thirrje institucionale, një thirrje për drejtësi, një thirrje për të dhënë fund kësaj gjakderdhje të pafund që po ndodh në gjithë botën dhe çdo ditë më shumë po bëhet një problem shqetësues që po merr jetët e njerëzve. Kam përcjell audiencën, nuk lëviznin fare, thjesht kishin një koncentrim maksimal dhe kjo për mua ishte shumë e levërdishme në këtë rast, që kam atë barrën peshën kryesore të shfaqjes së regjizori. Gjithmonë është ai edhe i mirë edhe i fajtor në njëjtën kohë. Vlerësime maksimale ka dhënë për shfaqjen edhe aktori korçar Guri Koço. Pikë së pari duhet ta filloj nga fuqia fizike që pati ajo aktore, pastaj fuqia artistike, potenca artistike. Janë bashkuar shumë bukur me një unitet të padiskutueshëm, regjia, që ishte një e mrekullueshme me detaje, e cila kishte mundur të shpëtonte edhe tek tuk sentimentalizmat që mund të kishte vepra. Edhe them që ishte një vepër që vërtet ja vlente ta shikonte. Shfaqja e cila vjen pas vlerësimeve të marra në festivalin Flas Shqip do të vijojë rrugtimin e saj artistik në disa qytete të Kosovës.